Nuk bën qeveri ama një post ambasadori. Nuk e merr kryetarin e kuvendit me 3 deputet. Me çfarë pazari Nuk e merr kryetarin e kuvendit me 3 deputet. Çfarë pazari ti marr Adelinën? Ju merr në Fatmilimin, shtenin listë lirisht. Merrni shtenin listë edhe pse jeni nda për korrupsion e për çështje tjera, tash mos ta bëheni bashkë prapë. Pazari bën me mirë. Po ju bëni si pazari. Deputet me tin telefonin me po ti hapi që do voton. Edhe kjo është pazar. Nuk bën si pazar. Ç'është bën? Do të ju me parti politike, jo me parti politike. Po bëni me individ kandidat për deputet të kuvendit që i kemi thirrur. Çka kena bëna si lëvizje të vendosin Prishtinë për shembull. I kemi humbë zgjedhjen në vitin 2021. Ka fituar për Parim Rama. Kemi qenë subjekti më i madh në kuvendin komunal, 17 asamblesë. Sipas ligjit, na kemi pas drejt me kërku kryesuesin e kuvendit. Edhe e kishim bllokuar për Parim Ramën vazhdimisht, domethënë gjatë këtë ndërmarrjet i kishim pas pothuajse në kontroll, kryesuesin e kuvendit, pikat e seancave, kreti kishim rregulluar. Çka kemi bë? Ka fituar garën për kryetar. Ja kemi zgjat dorën, ja kemi votu, kryesuesin e propozuar nga Lidhja Demokratike, edhe pse ka pas më pak asamblesë. Pse? Vetëm me dëshmuar që nuk do të më bëu opozitë me inate. Do të